Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit, atë e falenderojmë dhe për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Dërgojmë salavatin pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Në radhë parë, Allahu shpëlbeft gjithëve për pjesëmarrjen poshtë hoxhës për organizimin e gjithë. Këto minuta që i keni harxuar këto çaste i vendos në peshorën e veprave të mira atë ditë që nuk ban dobi fëmia e as pasuria. Si përfundim, zgjolla duke folur me hoxhën për një temë që çfarë Allahu Azza wa Jall ka përgatitur për besimtarët. Çfarë të veçante ka besimtari nga i cili nuk është i tillë. Të mirësitë që Allahu Azza wa Jall ja jep besimtarit nuk janë vetëm xhenet, por se ç'është këtë dynja. E para gjë është imanin. Besimin që Allahu Azza wa Jall ja jep atyre që i do. Nuk e jep çdo kujt, por se besimtarve. I jep qetësinë në zemër. Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an: "Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Ata që besuan dhe nuk e përzin imanin e tyre me padrejtësi, dhe këtu padrejtësia ka në kuptim shirkun, jo padrejtësi që bëjmë se gjithë ditën, pra çdo ditë nuk ka ikën ai ditë pa bëu padrejtësi të ndryshme sa dynjaje, po ka për qëllim shirkun. Pra ata cilët besuan dhe nuk e përzin imanin me shirk, ata do të jenë me siguri. Kush janë siguri? Besimtarët. Ata cilët jetuan me iman, besimtar. Wa hum muhtadun, dhe ata janë të udhëzuar, të drejtuar. Qetësi Allahu Azza wa Jall u jep besimtarëve në këtë dynjë. Kjo dynjë është mbushur me sprova. Bela, probleme të ndryshme, shëndetësore, probleme në pasuri, në familje, në shoqëri, halle të ndryshme. Ama ndryshe i përjeton besimtari. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si na mëson kur i ndodhte diçka që mërzitesha apo çfarë bënte, shpejtonte namaz. Edhe besimtari në moment që e godet diçka që nuk e gëzon, drejtohet Allahut Azza wa Jall. Pra e ka dikënd që i drejtohet. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, dhe me përmendjen e Zotit qetësohet zemra. Përmendjen e Allahut Azza wa Jall qetësohet zemra. Pra i përmend Allahun shumë kur ai mërzit. I lutet Allahut Azza wa Jall dhe e ka gjetur derën se ku ti drejtohet. I lutet Allahut Azza wa Jall. Dhe e kthen qetësinë në shpirtin e tij, në jetën e tij, e kthen normalitetin. Allahu Azza wa Jall ja lehtëson barrën e kësaj dynjas. Kësaj dynjaje është e vështirë. Allahu Azza wa Jall ja lehtëson. Si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith, kush ngrihet mëngjes dhe brengun e tij, hemmin e tij e ka ahiretin. Pra ngrihet çfarë bëj? Me abdes, do shkoj fal namazin sabahun, do përmend Zotin. Pastaj vazhdon punë. Pra gjën e parë, brengun e tij e ka ahiretin. Me kënaq Allahun Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall ja rregullon punët. Kjo mirësi për Allahut Azza wa Jall e besimtar. Ja rregullon punët asaj dite. Ja lehtëson, ja radhit. Dhe si përfundim, ai ka me përfituar prej kësaj dynjaje ato që Allahu Azza wa Jall e ka caktuar. Ndërsa kush ngrihet mëngjes dhe brengën e tij ka dynjan, me të ngritur, dynja, miku, puna, vonova, e harron Allahun Azza wa Jall. Allahu ja çfarë ditë atë ditë. Nuk ja rregullon punët. Dhe me gjithsa ju robëru për këtë dynja, si përfundim të asaj ditë, ai nuk ka më ardh vetëm se çfarë ka caktuar Allahu Azza wa Jall. Gramin më shumë. Pra Allahu ja rregullon punët e dynjas besimtarit. Ai i cili ka lidh jetën me Allahun Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall e mbron besimtarin. Është mbrojtës i tij. Sepse ai lutet Allahut Azza wa Jall. Dhe Allahu lutsin nuk e kthen duar bosh. I jep, e mbron. Allahu Azza wa Jall besimtarin e kthen mirësinë këtë dynja, besimtarin
e përmend për të mirë, ai përmend Allahun dhe Allahu azza wa jalla e përmend atë. Po jo vetëm kaq, por se Allahu azza wa jalla besimtarit i le dhe emër të mirë në dynja. Është një hadith ku thot kur Allahu azza wa jalla e do një person, e normal që ky që do Allahu është besimtar, nuk është. Thret Xhibrilin alayhis salam. Dhe i thot, o Xhibril, unë e dua filanin, prandaj duaj atë. Xhibrili alayhis salam e do. E Xhibrili alayhis salam thret banor të qedhit, Allahu e do filanin, duajeni atë. Dhe dashuria që kanë banor të qedhit pastaj zbret edhe në tokë dhe kanë me dashur dhe banor të tokës atë person, atë besimtar. Besimtari është krenar në këtë dunjë. Është në shoqërinë e Allahut azza wa jall. Është me Allahun azza wa jall. Me dijen e tij. Inna Allaha ma'al muttaqin. Në të vërtetë Allahu azza wa jall është me devotshëm. Me diturinë e tij, me ndihmën e tij, me shikimin e tij. Allahu azza wa jall është mbi 7 kaçej, por sa është me robët e tij me ndihmën, i ndihmon. Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Me të vërtetë Allahu azza wa jalla është me ata që janë të devotshëm, i ruhen atij dhe janë bamirës. Mirësia e Allahut azza wa jalla ndaj robit besimtar vazhdon. Shkurtimisht do i cekim në çastin e daljes shpirtit. Besimtari nuk e përjeton njëjtë si jo besimtari. Allahu e ka veçuar, Allahu e ka ngrit. Ati i zbrisin në ëngjëjt e mëshirës. Dhe i thojnë, ja ayyatuhan nafsul mutma'inna, o ti shpirt i qetë. Kujt besimtarit. Pra dhe në shpirt, dhe në gjë kur del shpirti i veçuar. Allahu e ka veçuar dhe e ka ngrit. Dhe lehtësisht, pra i thojnë, o ti shpirt i qetë. Ja ayuhan nafsul mutmain, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Kthehu tek Zoti jot. I kënaqur. Dhe Allahu t'i ka pranuar veprat tuaja. Fadkhuli fi ibadi, hy në turmën e robëve të mi, wadkhuli jannati, edhe hy në xhenetin tim. Pra përgëzohet dhe në atë çast. Innal ladhina qalu rabbuna Allah. Me të vërtetë ata që kanë thonë Zoti jon është Allahu. Thumma istaqamu, pastaj qëndruan në këtë gjë, tatanazzalu alehimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Aty zbresin ëngjëj. Dhe u thuhet, dhe kanë thënë se kjo është në çast të daljes shpirtit. Dhe i thuhet, mos u frikso. Mos u frikso për çfarë ka me ardhmë më vonë. Wala tahzanu, dhe as mos u mërzit për çfarë ka kaluar këtë dynjë. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dhe përgëzohuni me xhenetin që është premtuar. Kujt? Besimtarit. I mirët shpirti besimtarit me i qefin prej xheneti, edhe ngrihet lart për tek Allahu azza wa jall me një aromë të këndshme. Del shpirti besimtarit si puna kur kemi një gotë ujë apo një enë ujë pak. Dhe kur e kthejmë lehtësisht dalin ato pika uji prej asaj gote. Kështu lehtësisht del shpirti besimtarit. Për shkak të imanit, besimit të tij. Ngrihet lart për tek Allahu azza wa jall, erë e këndshme në ëngjëjt. Dhe e pyesin ëngjëjt se kush është ky person me këtë erë kaq të mirë, i thojnë është filani, bir filanit. Pra ka nderuar veten po dhe babajn, prindërit e tij. I filani, i biri i filanit. Kërkojnë t'i hapet dyert e qedhit, hapen, pasi lajmëros se kush ishte. Derisa shkon tek Allahu azza wa jall. Pastaj Allahu urdhëron që të kthehet. Besimtari forcon Allahu azza wa jall dhe në varr. Allahu azza wa jall thotë në Kur'an: Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahu azza wa jall e përforcon besimtarin me një fjalë të fortë, bindse, të palëkundur në këtë dynjë dhe në ahiret. Thonë disa komentatorë të Kuranit, në këtë dynjë kur është çasti që përforcon Allahu azza wa jall, kur është duke i dalë shpirti me thënë shahadeti, la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Në ahiret, në botën tjetër, bëhet fjalë thonë
kur ëngjëjt më ardh i vinë dhe e pyesin 3 pyetjet. Çasti vështirë boll. Sa po është ndanga kjo dunja? Çasti vështirë. Kush është Zoti jot? Allahu azza wa jalla përson, thot Allah. Kush është feja jote? Allahu e përforson, thot Islam. E kush është pejgamberi jot? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. I zjerohet varri. Pse? Për shkak imanit, besimit. I zjerohet, shikon vendin xhenet. Edhe i lutet Zotit, o Allah, bëje kiametin, aqimisa, bëje kiametin, shpejtoj kiametin. E shoqëron atë punat i veprat që ka bën këtë dunja. E kështu jeton edhe në varr, se ka jetë varri. Jetë varri. Jeton me begati, me mirësi, qysh në varr. Ashtu sikur jo besimtarët ndëshkohen qysh në varr, ashtu edhe besimtarët kanë mirësi qysh në varr, si të Zotin Kur'an, an-naru yu'radu 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Zjarri u shfaqet atyre, kujt faraonit edhe pasuti. Mëngjes të mbrëmje, wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab. Dhe ndërsa kur bëhet kiameti, pra çfarë kuptu? Kur i shfaqet në varr. Pastaj doli wa yawma taqumu as-sa'a, dhe kur bëhet kiameti, adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab. Futani faraonin në një ndëshkim shumë të madh. Ndryshe me besimtarin. Por se nuk mjafton vetëm kaq. Besimtari ka mirësitë në çdo udhëtim, si në këtë dunjë siç e cekëm, kur i del shpirti, në varr, po dhe në ringjallje. Edhe kur të ringjallet, ka mirësi për Allahut. Ajo ditë, si thot pejgamberi sa ka më u ringjall çdo kush, do jenë pa rroba në trup, të zhveshur, të pa bërë sunet, edhe gjithë është ditë e gjatë, fi yawmin kana miqdaru 50,000 sana, ajo ditë është e gjatë 50,000 vite. 70-80 vite po jetojmë këtë dyna, duket po mashtrohemi pasaj dunjaje. 50,000 vite cek Allahu azza wa jall. Është ajo ditë. Ditë e vështirë. Po për besimtarin, a është aq e vështirë? Cekën hadith ajo është sa për besimtarin, sa kohë e namazit drekës apo e kindis. Për shkak të imanit. A ditë dielli afrohet mbi kokat e njerëzve dhe çdo kush mbulohet sipas gjunoheve. Ndërsa Allahu azza wa jall besimtarët i strahon. Janë 7 kategori njerëz që Allahu i strahon në hijen e tij, a ditë që nuk ka hije tjetër posa sa hije. Besimtarit i vjen libri nga krahu i djathtë. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiya. Për sa u përket atyre që libri u vjen nga e djathta, dhe bëhet fjalë për besimtarët, thojnë ha umqra'u kitabi, ha lexojeni librin. Krenohet. I vjen libri nga e djathta për shkak veprave, për shkak imanit që ka pas këtë dunja. Dhe ka më u krenu. Del para njerëzve, miliarda njerëzve, dhe thot lexojeni librin tim. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Unë isha i bindur, s'kisha pik dyshimi se do kishte llogari. Fa huwa fi 'ishati radiya, ai do jeni në jetë të lumtur në xhenete të larta. I nderuar besimtar dhe më çast. Nderohet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo kush që ka më u marrë në pyetje, ka më u dëshku. Do ndënohet. Thot Aisha radiallahu anha, i thot, i dërguar Allahut, po ajeti kuranor, domthonjë që besimtarin kur Allahu azza wa jall pra ka me pyet. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra Allahu thot në Kur'an fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Pra ne do i bëjmë besimtar një llogari të lehtë. Pra si, edhe thua do ndëshkohet dhe do ketë llogari të lehtë. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam i thotë, jo o Aisha, nuk është qëllimi ky.